kushtet atmosferike kanë ndikim direkt në shëndetin e shmoshive, sidomos në njerëz që kanë probleme respiratore. Këtu flasim për njerëz që kanë astmë bronkiale, njerëz që kanë bronkit kronik, apo njerëz që kanë edhe emfizeme dhe smundje tjera kronike të moshkrive. Këta gjithmonë janë njerëz që janë susceptibel apo janë shumë dijshëm në ndryshimet atmosferike, në ndryshimet e presionit të ajrit, në ndryshimin e lagështisë të ajrit, sidomos me kushte atmosferike të tilla të veçanta siç është edhe mjegulla apo i ftoftë i madh. Mjegulla është vërtetur që ka ndikim direkt në përkeqësimin e smundjeve kronike, përkeqësimin e astmës sidomos bronkiale dhe përkeqësimin e smundjes obstruktive apo bronkitit kronik dhe emfizemës. Përveç kësaj, mjegulla dihet se e favorizon ose përkeqëson ndikimin e ndotjes, për shkak se ndotja e ajrit në kushtet e mjegullës, pra grimcat e ndotësve të ajrit, si nga dioksidi i karbonit, si oksidet e sulfurit, si grimcat e imta, për shkak kushteve që janë mjegullës të mbesin në nivel të poshtme të ajrit të atmosferës, edhe ne kemi mundësi me i thith sasi më të madhe të ndotjes kur kemi kushtet mjegullave. Pra mjegulla edhe në mënyrë direkte përkeqëson gjendjen e respiratore, po edhe në mënyrë indirekte tuje përkeqësu efektin e dëmshëm të ndotjes e bën përkeqësimin e smundjeve kronike respiratore. Për fat keq në vedia në sa i përket shëndetit respirator nuk është i mjaftueshëm. Tani sfundi njerëz kanë filluar të lexojnë më shumë, kanë filluar të studiojnë gjendjen e vet më shumë, edhe faktikisht të studiojnë edhe efektet e dëmshme që i kanë në shëndetin e tyre kushtet e ndryshme atmosferike. Po në përgjithësi nuk janë të njohur, për shembull kam shpesh raste ku njerëz që kanë astmë bronkiale apo kanë bronkite kronike apo bronkite tjera dhe nuk janë të vetëdijshëm se cilat kushte atmosferike e përkeqësojnë gjendjen. Dhe pastaj pas me intervestimit, pas marrjes së historisë, ata reagojnë dhe tregojnë në mënyrë direkte që përkeqësimi i gjendjes së tyre vjen direkt për shkak edhe të përkeqësimit të kushteve. Sidomos kemi sfundi edhe rastin e kondicionerëve që mas të madhe janë futur në shtëpitë e kosovarëve, edhe kemi shpesh raste kur njerëz që kanë astmë bronkiale kanë përkeqësime të smundjes së tyre pikërisht për shkak përdorimit të tepërt të kondicionerëve të ajrit, që e thanë ajrin edhe kjo mund të keqësoj, domethënë gjendjen e frymarrjes. Pikërisht mujt e ftohtë vitit janë gjithmonë më të efektshme sa i përket në efektit dëmshëm në sistemin respirator. Pra, kjo vjen për shkak disa faktorëve. Faktori i parë, kushtet atmosferike që përmendëm, faktori i dytë që po ashtu është e rëndësishëm është prezenca e infeksioneve sezonale, që në muajt e ftohtë dimrit, sidomos në fund vjeshtës dhe në fillim të dimrit, dhe pastaj gjatë gjithë dimrit, kemi një numër më të madh, pra kemi një numër më të madh njerëzve që kanë infeksione respiratore sezonale, me virus të influencës, parainfluencës, respiratorin, virusin sincicial respirator apo viruset ndryshme që i kemi prezent. Edhe kjo bën që njerëz që kanë smundje respiratore, sidomos ata që kanë astmë dhe ata që kanë bronkit, momentin kur infektohen për një gripi të zakonshëm apo një ftohje të zakonshme, ata kanë përkeqësim të astmës ose bronkitit, pra pastaj duhet ju jepet ndihmë edhe me antibiotik ose me barna tjera në mënyrë që ta përballojnë përkeqësimin e smundjeve të tyre.